Paraprakisht dëshoj t'ju informoj. Shqyrtimi i dytë, sikurse edhe shqyrtimet e seanca tjera, të gjitha janë publike. Me një përjashtim, ndalohet rreptësisht transmetimi i drejt për drejt i seancës. Ata që janë duke kryer këtë veprim, le ta pushojnë me njëherë. Dhe dyshoj që ju do të partjeni. Nëse nuk jolni ato kamera, ju do të dilni me njëherë për jashtë. Incizimi dhe transmetimi drejt për drejt janë dy koncepte edhe në formë dhe në përmbajtje të ndryshme. Urdhërohet që personi me telefon në dorë të largohet me njëherë nga salla dhe personi afër tina. A jeni bashkë dy? Urdhërohet të dilni jashtë. Del jashtë dy për para. E vetë një ashtu është kjo, ju lutem shumë. Dhe dëshojmë të trajtojmë gjitha mediat në mënyrë të barabartë.